Esa Shahini do të befasoj me performancë, unë mendoj që nuk bie në 5%, në anën tjetër unë besoj që Prishtina revolucionare, se temi një Prishtinë që do ndryshim, duhet ta vente në balotazh. Në anën tjetër besoj që spaku në balotazh, ta dy kandidat që do kalojnë duhet sfidohen shumë më ashpër sa i përket vizionit tyre, sa i përket qasjes tyre në rregullimin e problemeve, sepse shumë zhargon politik pa substancë. Sidomos të Haruna Qeku, po njësoj edhe të Orhan Ismaili, mungesë të entuziazmit, vizionit, besoj që vizionit i para 4 vitesh ka qenë më kompleks se tani. Në anën tjetër, unë nuk e shoh, nuk e kuptoj si mund Prishtina të votoj edhe një mandat për Barim Ramën, duke pasur parasysh plagështinë e aktivitetit ose të rezultateve të ekipit të tij. Pavarësisht justifikimeve. Cila është performanca, të themi, trendi më pozitiv, në rastin më pozitiv për Besër, e the që nuk bie në 5, por cili është pragu i lartë i performancës në bazë atyre numrave? Vështirë me pa që mund të arrijë 10%, përveç nëse është, le të themi, një përfaqësi e jashtëzakonshme, po unë e pres që do të jetë jo më pak se 4, me siguri 4 deri në 6. Nuk e di, nuk jam në qytet, nuk ka kohës kam qenë prej Gushtit, nuk e di si është disponimi qytetar. Besoj që një vot të informuar mirë, Besa merr 1% një gojë të lartë, sepse njerëzit të informuar mirë janë më pak të interesuar se cilës parti takon apo kush është bashkësorti i saj, që po i dëgjoj si justifikime të zakonshme, por sidoqoftë unë mendoj që në balotazh nuk e shoh si është e mundur, sepse nuk është pjekur ende ndoshta situata politike në Kosovë që të bëjmë ndryshime të tilla. Siç po tentojnë për shembull disa të bëjnë në New York. Domethënë nuk ka ende përmbysje le të themi të kartelit politik për fatkesh në Kosovë, as në zgjedhje lokale dhe as në ato parlamentare. Interesante gjitha kjo, Baraliu, besoj, do të kemi mundësi të kemi ndonjëherë drejt për drejt, se kam shumë komentator, në fakt këtu, nuk e dini se keni pyetje dikush për zotin Baraliu dhe këto numra që na i shfaqi, keni ndonjë reagim dikush nga paneli?